Tirana e marrë peng dokumentet, skandalet, faturat. Kushtetuesja, porta e shpëtimit për të fortët. Në vend të mbrojtjes së ligjit, shpesh ka qenë mburoj e politikës. Mjafton të shihen disa vendime që kanë shkaktuar debat kombëtar. Vendimet për shpëtimin e pushtetarëve nga hetimet dhe shkarkimet, ndonse ndaj tyre ka padi, kallëzime penale dhe auditime të KSR, vendime të marra me ndërhyrje politike sipas akuzave të opozitës, juristëve dhe ekspertëve të fushës, antar të kushtetueses të denoncuar publikisht për pasuri të pajustifikueshme, apartamente dhe prona që nuk përputhen me të ardhurat, por vazhdojnë të votojnë për fatin e vendit. Për qytetarët, procedurat janë të pafundme. Për politikanët, vendimet vinë në kohë rekord. Kryeministria, fabrika qendrore e tenderave, raportet investigative të portaleve dhe gazetave kanë zbuluar lidhje të qeverisë me kompani që fitojnë vazhdimisht tendera, shpesh pagar, me procedura të përshpejtuara ose të përshtatura për fituesin. Skema e njohur e PBB, ku miliona euro të taksapaguesve i jepen kompanive private për projekte që kudo në Europë i bën shteti, afera e inceneratorëve, skandali më i madh financiar i dekadës. Hetime, arrestime, firmëtarë që u zhdukën jashtë Shqipërisë, ndërsa kompanitë morën 10 milion euro edhe pa ndërtuar asgjë. Dhe sot, megjithse SPA ka vepruar, askush nuk guxon të prek ata që firmosën politikisht mbi këtë projekt. Pse? Sepse zinxhiri të çon lart. Bashkia Tiranë, qyteti i kullave dëhre tenderave sekret. Në qendër të zinxhirit të korrupsionit, mediat dhe hetimet e SPA kanë dokumentuar. Afera e 5 dhe fusha SRP, ndërtimet në qendër shoqëri të lidhura me bashkinë që merrnin tender pas tenderi, rrëzimi i teatrit kombëtar për të çliruar tokën publike dhe më pas dhënia e saj për kulla private në zemër të Tiranës. Me shkoni i tenderave të Tiranës. Mira tendera në 10 vitet e fundit, me procedura me një ofertues të vetëm kompani të sapo krijuara që marrin kontrata miliona euro ndërtime dhe rikontraktime të njëjtit segment rrugë disa herë rresht. KSR ka gjetur me 10 raste shkeljesh të rënda financiare në auditimet e tyre. Babale e Tiranës, skandali i përgjimeve. Në dosjen e SPAK, ish zyrtarët e bashkisë dëgjohen duke folur për komisionet të jashtëligjshme për tenderat afërm që krijojnë kompani dhe marrin punim me miliona euro që qarkullojnë në mënyrë klienteliste. Dhe ndërkohë, kryetari i bashkisë del i paprekur. Rrjeti i kompanive fantazmë. Hetimet zbuluan kompani që nuk kishin punonjës, nuk kishin makineri, nuk kishin eksperiencë, por fitonin kontrata milionëshe për rrugë, fasada, lulishte, ndriçim, pastrim. Këto janë të njëjtat kompani që pastaj ndërtojnë kulla 34 qendra tregtare, rezidenca luksoze në tokë publike që dikur i përkiste qytetarëve. Tirana e shitur me copa. Çfarë ka humbur qytetari? Pylli i liçenit u tha mbrohet, pastaj u betonizua me parkun mini Disney, parkimet u privatizuan, sheshet u mbushën me kulla, taksat u rritën, çmimet e banesave u çuan në qiell. Tirana sot është më e shtrenjtë se qytetet e BE. Qytetarët shtyhen drejt periferive, ndërsa qendra i shërben biznesit të ndërtimit. Pengmarrja në UK është metaforë, është plan. Kush ka provuar të denoncojë? Aktivistë rrihen ose arrestohen, media paditet ose bliesh opozita shpërndahet me gaz lotësjellës. Tirana sot nuk është qytet, është monopol. Monopol tenderash, monopol ndërtimesh, monopol propagande. Institucionet që duhet të thoshin ndal, kanë thënë vazhdoni. Fjala e fundit. Kushtetuesja nuk mbron kushtetutën. Kryeministria nuk mbron interesin publik. Bashkia nuk mbron qytetin. Të tre së bashku kanë një gjë të përbashkët. Përdorin pushtetin për të shpëtuar njëri tjetrin dhe për të heshtur qytetarin. Dhe kjo është forma më e rrezikshme e kapjes së shtetit. Jo me armë, por me firma.